Jeni ajini mirë, paqja, mëshira, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Jam i kënaqur dhe i lumtur që takohemi sot sërish në ditën e 19 të Ramazanit. Falënderim atë Zotit i cili na e ka mundsuar këto 19 ditë dhe lut Zotin e Madh na e mundsoj dhe këto 10 ditë që kanë mbetur prej muajit të Ramazanit. Është mirësi e madhe që të jesh ndër të zgjedhurit e Zotit, ndër adhuruesit e Zotit në këtë muaj dhe në këtë muaj të begat me këtë adhurim të veçantë i cili e ka emrin agjërim. Elhamdulillah, falënderimet i takojnë të Madhit Zot. Ne me shpresën e Zotit, siç e kemi bërë traditë, rrim kështu së bashku mbas së fyrit ca kohë dhe ca minuta derisa të presim inshallah taala namazin e sabahut. Kështu që takimi për sot, pra për këtë ditë të 19 të Ramazanit, është i hapur edhe do të shohim çfarë komentesh të bukura dhe çfarë gjërash interesante të na sjellin vëllezërit dhe motrat në këtë 18 minutash. Pra sot jemi pak si me vonesë për sa i përket kohës, në kuptimin vonesë jo si ditë të tjera, po jemi prapë mirë, elhamdulillah. Nuk e di, a dalin komentet atje këtu? Se mua s'po më dalin këtu komentet. Okej, pa filluan dalin komentet. Atëherë kemi përshëndetje dhe selame nga Durrësi, thot, nga fshati Borin, ana e Prilepit, pra bëhet fjalë për nga Maqedonia e Veriut, bëhet fjalë për nga Maqedonia e Veriut. Përshëndesim gjithë vëllezërit që na përshëndesin. Zoti ju ruaj, Zoti ju bekoft. Në faktikisht kam disa pyetje këtu të gatshme, që s'u kam dhënë akoma përgjigje, kështu që mund të lexojmë nga këto pyetjet inshallah taala, nëse arrim në hapet, apo inshallah në hap. Atëherë, bismillah. Okej. Selam aleikum, aleikum salam. Atë kam sa pyetje unë gati këtu, thot, jam një motër desha me të vet për zeqatin, a bën me çute vllai jem, sa është i bëm operaci për zorrët. Pra ka vllajin që është bërë operacion nga zorra e trash. I ka 4 fëmijë dhe babën e kam aty. Është shumë i smut. Janë të rujt, unë sa po mujt po i qoj pare, po a bon që mi dhonë dhe zeqatin, po bon. Në këtë rast i ke dy shpërblime, ke shpërblimin se i duke nxjerrë zekatin dhe ke shpërblimin se porun lidhje dhe gjakut me vllajën tënd. Që thot desha të pyes për çështjen e zgarave që ulemi e ham zakonisht. Ka restorante që gatuhet dhe mishi i derrit dhe në të njëjtën zgar, domethënë piqet edhe mishi i derrit, sikur që edhe mishi i derrit edhe mishi që ne marrim që është halal. Nuk lejohet. Nëse bëhen në të njëjtën zgar nuk lejohet. Fetarisht nuk lejohet. Sepse në momentin që mishi, le të themi, mishi i derrit skuqet diku dhe vihet mbi të njëjtën zgar mishi halal, ai mish bëhet haram. Sepse yndyra e derrit përfshihet në të. Duhet të jetë zgarën vete. Ose zgare pastruar, tërësisht. A kam gjëna që nuk kam shku në iftar të kunata, sepse më ka rënu shumë dhe më ka idhnu shumë, e unë kam vendos mos me i fol ma. Hajrë inshallah, nuk e di pse kunatat shkën kaq mirë gjithmonë. Pse kanë gjithmonë
ka që relatat mira, punatat me njëra tjetrën. E rëndësishme, mirë është që Ramazani, Bajrami, t'jenë sebeb për t'u pajtu. T'jenë sebeb për t'u pajtu. Po gjëra që ndodhin janë. Mrom më qerasen me ombëlsin tiramisu për iftar, hongra 2 lu masanaj, e mora vesh që kishte përmbajt alkooli. A më është prish Ramazani? Jo, inshallah. Nuk është prish Ramazani. Jam në punë, po shefi na thot mos me lëshu klimen. Po neve punëtorve na vjen ftohtë. Kur nuk është ai prezent, a mund me lëshu klimen apo hym gjina? Lëshojeni klimen. Pra, pronari i ka ndaluar që ta hapin kondicionerin, ndërkohë që këta kanë ftohtë. Këta, kur është pronari nuk e hapin, kur ikën pronari e hapin, mirë e boni, mos e vritni mendin. Pronari dash ka arrestu. Kemi një pyetje me zë, ta dëgjojmë? Kam filluar të agjeroj. O që nderuar, selam aleikum nga Kanadaja, nga Toronto. Nga Kanadaja, Kam filluar të agjeroj, e kam shumë problem që unë pi duhani, në fakt, dhe shumë problem me nikotinën. A më lejohet të vë paça nga ato që janë me nikotinë, ta vë në krah, që ta kem gjatë ditës kur agjeroj, sepse më bën nervoz mungesa e nikotinës edhe shumë probleme anësore. E para, e dyta është, këtu bën shumë ftohtë, është dëbor, lagështi. Përgje, trim tek e para. E ke përsëri që janë thënë gjithse që vend nikotinës. A e prishin këta agjërimin? Jo, nuk e prishin agjërimin. Iku e para. E dyta? Ja, për shembull tani fala namazin, po e fala me këpucë, se s'ke ku i heq këpucët. Kështu që gjem në një vend me vu ballin në sejdë, a lejohet me u fal me këpucë? Allahu të ruaj hoç. Amin, u jake. Lejohet. Lejohet me u fal me këpucë, me sandale, me shapka, nuk ka asnjë problemi. Kemi prap një pyetje me dëgjim. Selam aleikum. Po më thoshe një vëlla besimtar nga Siria që ajo bërthon me hurmës arabe është bereqet për ta marrësh në xhep, është sunet, thoshte. Sa është e vërtet kë nuk e di. O që nderuar, selam aleikum nga Kanada. Okej. Atëherë tham që nuk ka argument për këtë gjë, është bidat. Është bidat, nuk ka asnjë lloj argumenti për këtë gjë. Qa me bë? Thot, më ka thonë një vëlla nga Siria që është bereqet me met bërthom në urdhë e hurmës në xhept. Nuk është e vërtet. Nuk ka bereqet për i bërthomës. Bërthom i thonës gurit hurmës, asaj farës hurmës, si mund ta qush, asaj që është brenda hurmës. Nuk është e vërtet. Kam bërë një betim për Zotin, por jam betuar për diçka që ishte gënjeshtër. Mirë po, në këtë gjë varej imani im, nëse do kisha bërë atë që më kërkoi dhe mos kisha gjetur justifikim, andaj do të kisha devijuar. Kam gjuna në këtë rast dhe çfarë duhet bëj? Për ta shpjeguar më qartë, është i çike zoshme për t'u thënë, por pata një ftesë për të bërë moralitet dhe në moment thash po. Pastaj më kujtua Zoti dhe pastaj hoqa dorë. Mirë po, kur hoqa dorë, gjeta një justifikim kot sa për dal nga situata që t'isha i besueshëm. Pra kam bërë gabim që u betova rrejshëm për një situatë jo të vërtet për të dal nga imoraliteti. Hajr inshallah, nuk ka problem. Mirë që ke shpëtuar për imoralitetit. Nëse qëndrojmë në Tiranë për studime dhe i bashkoj namazet ndonjëherë kur kam angazhim, por që zakonisht i falë të plota, pra në kohën e tyre, a lejohet që herë t'i bashkoj e herë të plota? Jo, ti do t'a ndash me njën. Kur jenë Tiranë, ndër ata që janë, si më thënë, udhëtar, apo je në ligjin e vendaliut. Nëse vendos që je në ligjin e vendaliut, s'ka tolerancë. Nëse ti vendos që je në ligjin e udhëtarit, atëherë vepro si udhëtar. Kemi një pyetje tjetër.
Atëherë, nuk e di, do të më kapi kamera. Ndoshta e kap kamera. Si që thotë të pyetja? Thotë sillu mirë me macet, se janë të parat që do i folin Allahut për ty ditën e Kiametit. Nga i gjenur vëlla këto gjëra, parë Zotin, nga i gjenur vëlla, alhamdulillah. Normalisht që muslimani duhet të sillet mirë me njerëzit e duhet të sillet mirë me kafshët, po jo në këtë lloj forme, mos gënjeni kaq rënd, nuk ekziston kjo gjëja. Nuk ekziston kjo gjëja. Faqja quhet Law is lawful ose nuk e di, a për ty eksploro. Nuk e di, e rëndësishme, larg këtyre muhabeteve dhe mos shpërndani çdo gjë që ju del përpara se merrni gjuna. A lejohet dhe baktia kur është me barr, pra kur është bars. Për baktin nuk thuhet me barr, as nuk thuhet 7 zën. Për baktin thuhet bars. Nuk është mirë, po nëse ndodh që theret, kur do të thonë mishi është halal. A është e vërtetë se në natën e 15 të muajit Shaban duhet bëjmë disa adhurime specifike, për shembull, të falim namaz të spiu, të falim namaz nafile i cili ka 100 rekate. 100 rekat namaz nafile. Dhe kur bëhet njeti thuhet, o Allah, po bëj njet fal namazin për kënaqësinë tënde, më fal mua dhe më ndriço me nurin tënd, ma hiq mërzin nga zemra ime, më mbro nga mundimet e kësaj bote të ahiretit dhe më ngri mua në gradin shahidit dhe fal 100 rekat, në çdo rekat lexohet sura El-Fatiha dhe 10 herë suratul Ikhlas. Pastaj pas namazit këndohet 14 herë istighfar, 14 herë salavat sherif, 14 sura El-Fatiha, 14 suratul Kursi, 14 herë dy ajete të fundit të surës Tobe, laqad ja'akum, pastaj thuhet 14 herë fjala Yasin, këndohet suratul Yasin. Yasin ka 7 kuptime të fshehta dhe ka 7 kuptime të hapura. 14 herë suratul Ikhlas, 14 herë sura Felek, 14 herë suratul Nas, 14 herë subhanallahi wa bihamdihi, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, 14 herë salavat sherif, pastaj bëhet dua. Të gjitha këto që thamë lart fillojnë se bidat, gjithë kjo që lexova unë tani, dhe harxova jetën time duke e lexuar dhe jetën tuaj duke e dëgjuar, është sa nuk ka lidhje me fen e Zotit. Një pyetje që përsëritet shumë shpesh, se këtu në komente nuk po më del tani asnjë lloj komenti fare. Nuk e di pse s'dalin komentet. Thot, a lejohet që të lutemi në namaz shqip? Lejohet, edhe në sejdë lejohet me u lut shqip, nuk ka asnjë problem. Okay. Kanë pyetje që unë gjeta këtu, ndërkohë që këtu çuditërisht nuk më ka ardhur asnjë pyetje, nuk e di pse. Domethënë kanë ndaluar komentet këtu. Ta shohim ndoshta këtu tek Facebooku del diçka, domethënë tek faqja e Facebookut. Këtu që kanë 113 komente thotë. Të shohim. Selam nga Greqia. Thot, a kam obligim a gjurë nësë udhtoj me aeroplan nga Gjermania në Kosovë? Nuk e ke për obligim, lejohet që ta gjosh, po obligim nuk e ke. Selam, thot nga Vlora, valikum selam, wa rahmetullahi wa barakatuh.
Duke celulari jam bloku të gjitha, të shohim këtu tek kompjuteri. Atëherë, falë të ravi dhe s'kam xhamat, di pak sure, s'ka gjë, ato sure që di falin, nuk ka asnjë lloj problemi, nuk ka asnjë lloj problemi, edhe nëse varon shpejt, edhe nëse varon vonë, nuk ka problem. A mund ta gjoj nëse jam udhëtar? Po, mund ta gjosh nëse jam udhëtar. Selam nga Tetova, valim selam, Allahi o barakatuhu. Falë të ravi se s'kam xhamat, di pak sure. Okej, s'ka se probleme, tham. A mund të ma sillë shqip në telefon si të falem? Ja, po ta shkruaj tani këtu direkt. Iku. Nuk arrita t'ja jepja. Ndoshta do të futem të komentet pas namazit sabahut dhe ta jap inshallah se si bëhet falja. Selam nga Danimarka, nga Kumanova. Aleikum selam rahmatullah. A thuhet në mëngjes dhe ndarë kjo dua apo vetëm mëngjes? Subhanallahu bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinat arshihi wa midada kalimatihi wa rida nafsihi. Kjo thuhet në mëngjes 4 herë. Argjina që falen nëpërmjet telefonit derisa të mësohen, nuk ka asnjë lloj problemi, okay. Kur falim taravin, la duhet themi salavatet? Jo. Se është bërë zakon në disa vende që masi falin taravin bëjnë edhe çfarë quhet ajo? Salavat mes rekateve, nuk ka argument për këtë gjë. A Piacenza, aleikum selam rahmatullah. Çfarë bëjmë me ata njerëz që tallen me hoxhallarët ose ofendojnë? Ka Zot lart, lejeni Zotin dhe mbaroj historia. Mos u merrni me ata njerëz. A mund të falim taravit nëse nuk dim asnjë sure, nuk dim të falim? Po, inshallah, me aq sa di, me aq sa di. Selam nga Kanadaja, aleikum selam rahmatullah. A kemi njërë sot në 10-shën e 3 të Ramazanit, sot është 19 Ramazan. Sot është 19 Ramazan, pra është 9 mars, 19 Ramazan. I kametin a mund të thirrim ullur? Po pse ullur për shembull? A bon me avdesin e dregës falim gjindin? Po, edhe akshamin dhe atësi nuk ka asnjë lloj problemi. Selam nga New Yorku, Allahu i rujt. Nga Staten Island, Allahu i rujt, Zoti ju nderoft. A lejohet femrës gjatë hajzit lexoj Kur'an? Ka disa mendime për këtë çështje, më saktë është që mund të lexoj. Si duhet me vepru shoqja ime sa herë që falen dhe mrapa kur zgjot frigohet dhe direkt përmend nënën e vet. Përmend Zotin, jo nënën. A bën me ato shoqës vitrin, është në shtëpi me qira dhe ka nevojë momentalisht për lek, se do ndroj shtëpi. Punojnë burrë grua, po kanë shumë pak. Nëse është nga të varfrit lejohet. Nëse është prej të varfërve lejohet. Data tek disa prej nesh është 20, shumë mirë, nuk ka asnjë lloj problemi. Hoxhë nderuar, më kërcasin bufeja dhe frigoriferi, është shenjë keqe. Ndoshta duhet ndruar se janë të vjetra. Mos u stresoni. Po kur fal në dua kunuti 10 netët e fundit, si ditë gjithë duan, s'ka si problem. Nuk ka asnjë lloj problemi. Ose thot kur i bie nata e kadrit. Nata e kadrit i bie me 16 mars. Pra me 26 Ramazan. Atëherë, inshallah po mjaftohemi me kaq sepse unë duhet të shkoj të kapet unë sabah në xhamia, ju du fort gjithëve.
Shi lexuam ca komente nga Facebooku i kompjuterit se këtu u bllokua çdo gjë. Ju lutet Zoti, ju du fort gjithëve, Zoti na e pranoft. Selam. Thot për t'i bërë synet fëmijët, a duhet jetë patjetër doktori musliman? S'ka lidhje, le të jetë specialist. Ai nuk është mish që do hahet, është mish që do hidhet. Selam.